Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderojm Allahun xhalla xhelalu, Zotin e gjithësisë, Zotin e botrave, çojm salavatet dhe selamet për Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Si gjithmonë falënderojm Zotin xhalla xhelaluhu që na ka bërë prej atyre fatlumve që gjendemi në këto vende plot begati dhe mirësi, duke nigju dhe mësu fenë Allahu xhalla xhelaluhu, si hariq dhe mysh dhe për pjesëmarrësit dhe mjerim dhe keqardhje për ato që nuk duan t'ja dinë. Vëllezër të nderuar, jemi në kapitullin e profetit dhe dërgumit Allahu xhalla xhelalu Musa alayhi salatu wassalam, dhe pasi folëm mësimin e kaluam për shkatrimin e Firaunit alayhi lanatullah dhe popullit të tij dhe triumfin e Musa dhe Bani Israilëve ndaj Firaunit alayhi lanatullah. Sante do flasim çka ndodhi me Musa dhe Bani Israilëve pas shkatrimit Firaunit alayhi lanatullah. Pra, se Allahu xhalla xhelaluhu e urdhëroi Musa alayhi salatu wassalam të kthehej në tokën e Egjiptit, se ju jeni të vetmit trashëgimtar të atyre çka u la Firauni alayhi lanatullah prej kopshteve, prej tokave pjellore, prej kullave, kështjellave, pasurive me fjalë pa fundeme që posedonte Firauni dhe populli i tij. Dhe këtë dëshmon Allahu xhalla xhelaluhu në thënien e tij që thotë i Madhi Zot xhalla xhelaluhu: "Wa awrathna al-qawma alladhina kanu yustad'afuna mashariq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna 'ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun." Dhe ne juve, pra Musane dhe Bani Israilit, u bëm të trashëgimtar të atij populli zullumqar. Nuk e përmend Firaunin, pra subhanallahu çfarë mrekullie ka dhe Kurani, kur përmendet Firauni në Kur'an, përmendet vetëm për thënjet e tij, pra të pështira dhe pa merita për krijesën e Zotit xhella xhelalu, përmend Allahu xhella xhelalu Firaunin. Ama kur përmendet një fjalë populli Firaunit dhe që janë ndjekë se dihet një fjalë se kush i devijoi popullin dhe i mori qafë, Firauni alayhi. Nuk e përmend. Dhe ju bëm juve trashëgimtar një populli të cilët për shkak të rebelimit, pabesisë, mosbinjes, zullumit që ju bën juve, të cilët ju patën sklavëru dhe roborizu, pra sikur e kemi thënë, Banu Israilët në Egjipt kanë jetu sklavër. Pra kanë bë punët më të rëndomta që mund bënte një punëtor. Dhe thuhet që ajo natyrë sklavërore ka qenë që i kanë detyruar me bën dhe piramidat, një fjalë. Imagjino, pra sot e gjithë shkenca e inxhinierisë kanë ngel sfidum, as sot as kur nuk kanë për ta gjetë me men, dhe ato ku kanë shku me evolimin e shkencës, se si i kanë ndërtu ata piramida dhe me çfarë fiziku dhe fuqie, mirë më transportin, se e kanë gjetë mënyrën, pra i kanë nga lartësirat e Sudanit, thuhet që i kanë gdhënë të gurë, i kanë pru, kanë parë një kanal mes Nilit dhe piramidave dhe i kanë pru me varka, pra transport ujor, pasi i kanë ngrejt, pra që atëherë s'ka pas as vinça, nëse mos dalim nga tema, pra thuhet vetëm me sforcimin e njeriut në maksimum, pra jetë o vdekje, arritën që të ndërtoshin edhe ato piramida, mi fjalë që edhe sot e kësaj dite dhe me dujen argument, mi fjalë se Firaunët ati vendi, mi fjalë, i kanë pas roborizu njerëzit në maksimum. Dhe këshisoj, thot, do të thonë se i premtimi i Zotit tënd, Zotit Musait alayhi salatu wassalam, se i Madhi Zot xhella xhelalu gjithmonë është në krahun e dobtëve, atyre që u bëhet zullum, dhe kundër çdo zullumi dhe çdo zullumqari, dhe si kompensim e asaj vujtje, persekutimi, ekzekutimet pa me fjalë, që vritshin meshkujt, jeton, lenin femrat,
Allahu Gjelle Gjelaluhu wa ktheu gjithat zullum dhe padrejtësinë, mirësitë pa me çfarë i boni trashëgimtar të gjithë çka posedonte Firauni dhe populli i tij. Këshillsoj thot do të thoset premtimi i Zotit tënd thot, i cili është i pa thyeshëm dhe i pa diskutueshëm për Beni Israilët, për popullin Beni Israil, të cilët një fjalë jetun në skamjen dhe në zullumin më të parë në historikun e njerëzimit. Mirë për, si kur e kemi thonë o vlezër, Zot në ruaj ja Rabi, prej një populli që gazepi Allahut vazhdon të ndjekë atë popull nga ato ditë deri në kiamet. Bashkë. Si pra, subhanallah, mrekulli që ga dëshmu populli i Beni Israil në kohën e Musait a.s. deri në kohën e Isait a.s. I njëjti popull është. Janë mrekulli që nuk i ka dëshmu popull prej popullive për i botës njerëzore në sipërfaqen e tokës. Dhe megjithatë, janë populli më i pabes, populli më i pabind, më i pa fe, që ka pa dhe do të shohë deri në kiamet histori e njerëzimit. Pra gjitha e mrekulli e madhe që Allahu Gjelle Gjelaluhu e shpartalloi detin dhe e ktheu në 12 rrugë. Për secilën rrugë, për çdo rrugë kishte një fis prej fisëve Beni Israil. Pra mrekullisë. Sa po dolën dhe shpëtuan nga deti, dhe shpëtuan nga Firauni dhe paria e tij. Pra subhana, natyra e popullit deviju, subhana, s'ka kush e kthe vetëm sa Allahu Gjell. Dyret hasën mi popull tjetër. Sifati më kryesor që u ranë sy Beni Israilve, ka i popull që ishin pagan, idhujtar. Adhuroshin idhuj dhe statuja, dhe idhulli më i përmend dhe më i madh dhe më i besueshëm ose i fuqishëm që ishte për atë popull ishte lopa ose viçi. Po për atë popull ishte lopa, kurse Beni Israilët e bon viç, pra mod. Sa po dolën nga deti, subhanallah. Pan që dikush adhuronte lopën. Dhe dyret, jo gjithë populli Beni Israil, se kur kemi thënë, gjithmonë duhet me qenë të drejtë në fjalë dhe në shprehje, se subhanallah dhe për këto do përllogaritemi. Jo gjithë populli i Musait a.s. Porse i pjesë e tyre po ishin ajka, pra atyre që ngjohej fjalës. Subhanallah. I than Musës a.s. Qalu ja Musa, ij'al lana ilahan kema lahum alihatun. O Musa, na bëj dhe ne një zot të adhurojmë, si kur kanë ata zota që i adhurojmë. Po, se një gjoni këtu kujdes në termat, se e kemi thonë edhe më herët, fjala ilah, ilja i thonë në ebraisht, po vjen nga fjala ilah, ose Allah në arabisht. Do të thotë diçka që adhurohet, se vjen nga fjala uluhije, rroja e fjalës uluhije, mi fjalë adhurim. Kështu që ata dyret sa e pan atë popull që adhuronin, diçka i kërkon Musait një të njëjtë. Na bëjnë dhe ne një zot që ta adhurojmë. Çfarë u tha Musa alayhi salatu wassalam? Qala innakum qaumun tajhalun. Me të vërtetë thotë ju jeni populli i pabes dhe ignorant. Dhe fjala jahil në gjuhën arabe i përfshin të gjitha nën kuptimet më të rëndomta. Jahil me fjalë je njeri që s'ke, subhanallah, dinë iman, po jo, pas ka njerëzillëk. Pra ne Zot na ruaj për jahillëkut.
Zotë në rujë për i gjahillëkut, pra përkëshisoj i përshkruan Musaj a.s. poplin e vetë, vëllaj thot, innakum është ta'kid në gjuhën arabe, vërtet dhe pa dyshim ju jeni populli i pa bezë dhe ignorant. Inna haula masane vjen edhe u shpjegon Musaj a.s. që ishte pejgamber, ishte i dërguar i Allahut për atë popull edhe se ishte populli më i pa bezë. Ishte detyra e misionit ti që t'u shpjegonte. Besun s'besun. Inna haula i mutabbarun ma hum fihi o batilum ma kanu ya'malun. O njerëz, bindi dhe sigurohni sa ato që ka adhurojnë ata, pra ata statuje, nuk janë vetëm se sajesa trillume dhe të shpikme prej sojt pa ditë një rëndë. Dhe nuk kanë kur far realiteti dhe kur far vërtetësie, përkundrazi janë çdo gjë të kotë dhe çdo gjë e pa dobishme. Pra nuk u sillin as dëm as dobi. Pastaj prapë thot: "Qala a ghayra Allahi abghikum ilahan wa qad faddalakum 'ala al-'alamin iktha." Duke u rikujtu mirësit Allahu Gjelle Gjelaluhu ndaj tyre. Pra sa me dhjetra ajete kena në Kur'an që i modhi Zot Gjelle Gjelalu i ka përjetësu dhe i ka shpërlas në emër Beni Israil, o Beni Israil. Ju jeni populli që u kemi dhënë mirësi mbi gjithë popujt e mëparshëm. Por se prapë i keni mohu. Këshisoj u thot edhe Musa a.s. a mos vallë mendoni që tu sajoj një Zot, sajum të kotë, dhe të devijoj për ka Allahu i plotfuqishëm, i gjithë pushtetshëm, i vetmi Zot që e meriton të adhurohet, i vetëm dhe i pashoq. Dhe Zot Gjelle Gjelaluhu, ky Zot që po ftoj unë të, është i vetmi absolut që juve ju ka dalluar të gjithë popujt e mëparshëm, u ka privilegjuar të gjithë popujt e mëparshëm. U ka dhënë mirësi dhe begatim mbi gjithë ata që kanë qenë para jush. Si mund të harroni? Si mund të dilni hasha kundër dhe të sajoni një Zot që nuk bën as dëm as dobi? Duke qenë që i jeni populli më i privilegjuar në gjithë botën njerëzore, prap, subhanallah. Thot. Dhe i përmend masanej prap i kthe çka kanë heqë me Firauni. وَإِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ فِرْعَوْنَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. A mos vallë harrut, ka shpejt që deri dje ishit të gjunjëzuar dhe të sklavëruar dhe të robëruar në kthetrat e Firaunit dhe popullit ti, u vriste meshkujt prej jush dhe linte femrat që mos kishte soj mashkulli që të shtohi Beni Israilet dhe në atë grad a mos vallë harrut a shpejt thot atë dënim dhe ndëshkim që keni vujt prej Firaunit alayhi lanatullah. Wa inna fi dhalika la bala'un min rabbikum adhim. E pa dyshim thot se kjo është një sprovë e madhe prej Zotit madhërisëm Allahu Gjelle Gjelalu mes meje dhe ju. Sprovë, subhanallahu, sikur e kemi thonë, pejgamberët e Allahu Gjelle Gjelalu janë njerëzit më sprovuar sipërfaqen e tokës. Me popujt e tyre. Subhanallah. Mirë ato që ishin me popujt e tyre i hajt për halli që i dashmi Zot alayhi salatu wassalam, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, u sprovu më shumë prej sojt vet, prej fisit vet, prej familjes vet, prej xhajave vet. Pra kundërshtarët më të rreptë, armiqt më të betuar, xhajat e vet pa. Ebu Gjehelin dhe Ebu Lehebi. Amr ibn Hisham, Amr ibn Hakam. Subhanallah. Armiq më të betu, të sojt gjakut dhe. Sprovë më e modhe. Se kur e kenë nga populli, hajde i largët, ja pret një. Qisoj Musa alayhi salatu wassalam, u sprovu me sprova nga mot lahtashmet me Beni Israilet.
Allahu Gjelle Gjelaluhu duke e pa gjendjen e Musait, dobësinë e Musait, si kur tham, e fuqizoi me Harunin, vllain e tij. Por se do të shohim më vonë se i bëhet krah edhe Yusha ibn Nun. Edhe ky pejgamber, prej pejgamberëve të Allahu Gjelle Gjelaluhu tek Beni Israilit, mas Musait dhe Harunit, por se thuhet që i ka ardhur profecia me gjallëmaninë e Musait alayhi salatu selam, dhe këtë na e tregon pak a shumë historiku i përballjes dhe ballafaqimit Musait alayhi salatu selam me Hizrin. Pra historiku i Hizrit, ku do jetë inshallah mësim në vete. Përsëri vazhdon Musai alayhi salatu selam ta këshilloj dhe ta rikujtoj popullin e tij me ato mirësi që i modhi Zot Gjelle Gjelaluhu i kishte dhënë atij populli. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعل لكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. O ju Beni Israil, o ju populli im, mos i harroni mirësitë Allahu Gjelle Gjelaluhu ndaj jush. Ku në mesin tuaj ka dërgu pejgamberan, të sikur e kemi thënë, në Beni Israilët janë dërgu me qindra mira pejgamberan. Se vazhda pejgamberan dhe gjatë historikut njerëzimit vazhdon tek Beni Israilët, tek Jakubi alayhi salatu wassalam, që në realitet ka dy emra, Jakub dhe Israil, sikur e kemi thënë, dhe mbaron me Isajin alayhi salatu wassalam. Gjithë kjo epokë e historikut njerëzimit dhe gjithë kjo epokë e pejgamberanëve të Allahu Gjelle Gjelaluhu është vetëm në sojën e popullit Beni Israil. Prandaj Musa alayhi salatu wassalam thotë: o populli im, mos i harrut që jeni populli më i privilegjuar prej Allahu Gjelle Gjelaluhu që ka dërguar prej ju ndër ju pejgamberan pafund. Në kohën e Musait kjo, po mas Musait, sa pejgamberan kanë ardhur. Ku shanë dhe shpalosin një nga një me shpresë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dhe u ka dhënë prej të mirave ti që nuk i ka dhënë populli në botë, populli tjetër në botë, prapi kujton mirësitë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Pasi i kujton të mirësitë modhit Allahu Gjelle Gjelaluhu, vjes prova e dytë me popullin e Musait alayhi salam ndaj Musait alayhi salam. E urdhron Allahu Gjelle Gjelaluhu Musa alayhi salam që të urdhrojë popullin e tij dalin nga Egjipti. Ku të shkojnë? Të shkojnë drejt Shamit, drejt tokës bekume, që Allahu Gjelle Gjelaluhu u pat premtu Beni Israilëve. Dhe ky premtim ka nevojë për shumë sqarime vëllezër, edhe sot e kësaj dite, ky lloj premtimi i rrem dhe i sajum, prej profecive të rrema dhe të sajume dhe të shpikura dhe të sajisura prej Beni Israilëve, pretendojnë edhe sot e kësaj dite që Jeruzalemi ose Palestina është tokë e premtuar prej Allahu Gjelle Gjelaluhu për sojnë Beni Israil ose Qifut. Mirë, për në realitet këta Beni Israilët e shpalos Kurani, nuk ka nevojë. E prenë në besë këtë lloj premtimi, nuk pranon. Edhe në gjonja që fa thonë si e shpalos i modhi Zot Gjelle Gjelaluhu këtë urdhër. Thot Allahu Gjelle Gjelaluhu po në gjuhën e Musait alayhi salam. Ja qawmi idkhulu al-ardha al-muqaddasa allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. O populli im, drejtohi për toka e shenjtë dhe e premtuar për ju, pra ka Palestina, Jeruzalemi, në të cilën kemi zbrit dhe shpalos dhe mirësi dhe begati dhe bereqet pa fund. Dhe kur se si mos kthehi mrapsh, ose mos e refuzoni këtë urdhër. Nëse e refuzoni, do t'jeni prej atyre më të humburve në historikun e njerëzimit. Edhe mas këtij refuzimi vërtet, zbriti i mallkimi Allahu Gjelle Gjelaluhu i sa hershëm, se kemi thonë mallkimet Allahut kanë filluar me konjën Beni Israil,
Nëse ju do kthehi mbrapsht dhe do I bini hasha këtij premtimi dhe këtij urdhri, do të jeni ndërmjet humburit e të humburve. Si e pritën ata? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. O Musa, na kur nuk kena për të hyrë në atë vend, thot. Se në atë vend, thot, ndodhet një popull tej I fuqishëm dhe arrogant. Fjala xhabbar në gjuhën arabisht do thot fuqi të lahtanshme, trimëri të lahtanshme, guxim. Pra nuk I përballon të kushi. Ishte një sprovë për Beni Israilët, sikur është kjo sprovë e sotshme, se keni thonë, subhanallah, dhe do ndalemi çik këtu. Thuhet, ky popull që ishte në atë kohë në Palestinë, pra në zonën e Shamit, përbëhej nga Babilonas, pra sikur kemi thonë me origjinë nga Iraku, me Kurdianin, kanë qenë quajtur të lashtë, mi fjalë para historikut Isait alayhi salatu wassalam, fise që kanë qenë shkëputur nga veriu I Afrikës. Në gjuhën tonë I kanë pas përmend historinë botërore me sa kujtoj unë, u kanë pas thonë subhanallahu. Luftat që kanë bërë romakët me këto, s'm kujtohet për momentin, mi fjalë, jo Kartagjenasit, me këto të Afrikës, me fjalë, s'm kujtohet tani. E rëndësishme ishin 3 lloj përzierjesh race njerëzore që jetonin në Jeruzalem ose në Palestinë ose në Sham në atë kohë. Mirë, por pak a shumë këto ishin popull që shuheshin për trimni. Shuheshin për triumfator në luftra. Pra nuk u bonte syu mrapsh ose tërës kur bëhen fjala për luftë. Përkundrazi, me gjithë guxim dhe trimëri, mi pësoj që I fut e kanë gjenezë. Dhe kjo është soj për I mallkimit të Allahu Gjelle Gjelalu, që janë populli më I frikshëm, që kanë frikë më shumë nga gjithë popull që ekzistojnë në botë. Dhe kësaj e tyre nuk ju dhonë në herë që të luftojnë ballë për ballë me armikun, vetëm se çfarë tërthorazi, o të fusin kleçka, hasmëri, siç bëjnë sot, siç kanë bërë mi fjalë gjatë gjithë historikut njerëzimit, ha? Pra ata luftojnë me bedel, I thomin, nuk luftojnë në fetë, por se fusin tjerë në luftë. Këshisoj, subhanallah. Dhe këta e shprehen këtë mbëf që e majshin në zemër, Allahu Gjelle Gjelalu, e boni sebeb që ta nxirrin, ta pojnë me gojnë e tyre, duke ju kundërpërgjigj kujt, po profetit tyre, si I thanë, o Musa, në kur, thot, nuk do të hyjmë atë vend. Dhe fjala, sikur kemi thënë, lidhza, është lidhës kjo në gjuhën arabe, len. Kur, mos e pretendoj diçka të atij. Po përmend fjala len, lidhza në arabisht e len, mos si bjerë mrapa më me zbukuru ose me hishu, maroj e punë. Edhe këto kështu shprehin një fjalë. Kur nuk do të vim me ty me hynë atë vend, thonë. Pse? Sepse venalita ati vendi, populli ati vendi, është populli lahtasëm. Këshin gjuhë, nuk këshin mamali, subhanallah. Popull I pa përballum për ne. Dhe më në fundësi I thonë Musait alayhi salatu wassalam, subhanallah. Pasi I thonë, nëse ata dalin nga e vend, e lonë atë vend, atëherë do të shkem. A mos të përballojmë me luftë me atë? Jo, thonë. Këtu thuhet Yusha ibn Nun, 2 prej Beni Israilëve besimtar, I ndalën Beni Israilë duke thonë, qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allah alayhima idkhulu alayha al-baba fa idh dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. 2 persona nga Beni Israilët, se kishte sikur thamë jo të gjithë një mendimi. Këto dolën haptazi, njëri prej këtyre thotë autori ka qenë Yusha ibn Nun, që ka qenë edhe shoqëruesi, ose mund ta quajmë dishepulli I Musait alayhis salam. Pra gjithmonë krahu I djathtë e Musait alayhis salam, pra e merrte gjithmonë nga pas.
U thonë, ju merë një iniciativën e këti urdhri, pra bindju një këti urdhri para, një. Dhe merë një guximin tyni në atë vend. Nëse ju e bani këtë thot pa dyshim, se ju do t'jeni triumfatorë. Mirë po, si e pritën ata? Ata me paturpsin më të madhe, i kthehen, qalu ja Musa, inna lën nadkhulaha abada, ma damu fiha, o Musa, po ta përsërisim edhe një herë, që ne kur nuk kena për të hyrë në atë vend, ose për në shku në atë vend. Abada asnjëherë. Pra që ata e kanë privu veten e këtyre, me gojnë e tyre, që atë që ka u premtuj Allahu Gjelle Gjelalu, për me hyjë dhe me qenë trashëgimtar të ati vëndi, ata kanë pohu me gojnë e tyre se kur s'kemi për të hyrë. Dhe kur nuk do të vim me ty. Në fund fare i thonë, fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Inna hahuna qa'idun. Kjo ka qenë, si me thonë, shprehja më e përshtirë që dolin nga të gojat nyta dhe të pabesat ati populli, kërshit Musait alayhi salatu selam, që i thanë, o Musa, shko ti me Zotin tonë me lufton e emër tonë. Ne do na gjenjsh këtu. Pra, s'kena për të lëviz nga vendi. Këtu masane, prap zbret hidhrimi Allahu Gjelle Gjelalu u ka shjeti poplit pa fe dhe pa bes, dhe i dënon me 20 vjet tehi. Fjala tehi në gjuhën arabe do me thonë që s'kan për të gjetë vend ku me ngull roj. Pra do gëdhini i natë, këtu i natë atje 20 vjet Beni Israilit i kanë rasa i zone nga i cep në cep dhe kur nuk zenin vend. Se Allahu Gjelle Gjelaluhu i matkoj dhe u tha, si shtot ajeti kuranor, innaha muharramatun alejkum 40 sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa 'ala al-qawmi al-fasiqin. U thot Musa alayhi salam, si shpall Allahu Gjelle Gjelaluhu, ajo tokë është ndalume dhe e privume për ta 20 vjet. 20 vjet do të hesin në për tokë si njerëzit e humë dhe të hutu. Pra që nuk gjenë vend ku me... Kështu që thuhet 20 vjet Beni Israilet, Allahu Gjelle Gjelaluhu i ndëshkoj me tejhe. Dhe fjala tejhe në gjuhën arabe që mos gjenjsh vend ku me fut kokën. Pse? Subhanallah. Allahu Gjelle Gjelaluhu kishë premtuar që atyre do të hynë në atë vend, do të jenë trashëgimtarë të atij vendi. Pra, Palestina e sotme. Iran hasha dhe e mohunat mirësit Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe premtim të Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe si përfundim Allahu Gjelle Gjelaluhu i ndëshkoj me 20 vjet tehe. Çfarë ndodh mas 20 vjet? Që tani do të bëjmë shkurt se nuk kemi për të ashtu për të thonë shumë detaje. Atëherë, Allahu Gjelle Gjelaluhu mas tehit për Beni Israilet i sprovon me të zgjedhin 40 burra, trima, besimtar, që të shkojnë me Musain alayhi salatu wassalam në malin e Turit, pra vendi ku i shpallej gjithmonë shpallja Musait alayhi salatu wassalam, dhe atje mi fjalë, do të ngjojnë shpalljen e Allahu Gjelle Gjelaluhu, do t'i lutën, do t'i falen Allahu Gjelle Gjelaluhu këto 40 vet mi fjalë në emër të popullit që Zoti t'i fali. Pra, do a pranoj lutjen, pendimin dhe faljen dhe mos t'i ndëshkoj më matë të ihin që 20 që fjala që e pa mund me se të është. Që ndodhi? Prap këtu ranën në pabesi, se natyrshmëria ati populli. Nuk dalin kur nga qenun e djallëzor.
është pas i vetia e iblisit alayhi lanatullah që i modhi Allah xhelle xhelal pas e poshtroi, e mallkoi dhe përjashtoi prej mëshirës vet, nuk kanë natyrën e iblisit gjë të mirë, vetëm se djallëzore. Kështu janë të ngjashëm soi Beni Israil. Dhe ajo sulale vazhdon sot e kësaj dite deri në kiamet. Që në natyrshmërinë, se çdo njeri në natyrshmërinë e tij ka mirësi, subhanallah. Nuk kalon i modhi edhe nuk ka kriju i modhi Allah xhelle xhelalu në shpinë sipërfaqes kësaj toke, njeri pa mirësi dhe natyrshmëri, një fjalë të natyrshme të drejtë. Mirë, po këtij soi populli i modhi Allah xhelle xhelalu ja ka marrë shumicën e kësaj natyrshmërie të mirë dhe të dobishme. Dhe i ka kultivu më shumë të djallëzoren, sprov për gjithë popull që do vinë më pas, se përdorsa qenë sprov për gjithë pejgamberët e Allahu xhelle xhelalu, nga Jakubi alayhis salam deri tek Isa alayhis salam, këshillsoj të jenë sprov, dhe që sprova më e madhe për Muhammed Mustafa alayhis salam, për pejgamberin e fundit, për mbar njerëzimin deri në kiamet. Ata që i shpallën armiqësit pa pame dhe mlef pa përshkushën, kush janë që i futën? Që e dishin mos mirësen e muslimanët e sotshëm. Se ai është profeti dhe pejgamberi dhe dërguami i fundit, më i vërteti, më i drejti ndër gjithë pejgamberët e Allahu xhelle xhelal. Pse u rebelun? Pse i kaploi ai mlefi dhe smira, se e priqin prej sojt tyre, si ishte tradit që profecia të ishte vetëm sojnë e Beni Israilve. Kështu që e mohun, mirë mos e mohun, po edhe i shpallën dhe armiqësi. Dhe armiqësia e jehudëve që i futëve, ka shi profeti alayhis salam, nuk ka qenë asnjëherë armiqësi me armë. Kujdes. Vetëm me intriga dhe dredhi. Kurthe. Këshillsoj është, nuk kanë bën luftë me armë që i futë gjatë gjithë historisë. Mos vrej sot, se sot, edhe sot lufton bota perëndimore në emër të atyre. Thjesht ato janë shumica ushtrisë që lufton sot në fjalë kundër atij populli i grusht popullin Gaza, nuk janë që i futë. Janë mortezika, si u thonë tyre, mercenarë me fjalë. Nice. Pra siç i shpalosi modhi Allah xhelle xhelalu është pa besimi fjalë që tregon ka shi Musa alayhi salatu wassalam, i njëjti soi vazhdoi dhe me gjithë pejgamberët mas Musa alayhi salam deri tek Isa alayhi salam, që profeti i fundit i tyre. Çfarë thanë për Isa alayhi salam? A dini? Është fëmijë jashtëligjshëm. E akuzun tamën e Musa alayhi salatu wassalam me kurvlik, që gruaja më e ndershme dhe më e bekume që përmend i modhi Zotën Kur'an, dhe siç thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, hadith të saktë, të cilin e transmetojnë dy sahihet, 4 gra në historikun e njerëzimit janë të plota në sojnë e qenunit gjinis femrore. Të plota po të zonjeve gjithë grave të botës deri në kiamet, s'ka si soi tyre dhe s'do të ketë. E para është Asia, gruaja e Firaunit alayhi lanatullah. E dyta Merjemja, e treta Khadija radhiyallahu anha dhe e katërta Aisha radhiyallahu anha. Subhanallah. Të flasish për këto gra është subhanallah. Nëse më këto dy tjera që janë kam mira vjeçare. Të flasis për Khadijën radhiyallahu anha. Edhe në xahilitet Mekasit e quajshin zoja e gjithë grave të Mekës. Burnesh me kuptimin e plot fjalës shqipe, siç i thonë na, burnesh. As ishte për nder, as ishte për fisnikëri, as ishte për zgjuarsi. Pra, të mençmit e Mekës, kur bishin ndonjëherë në xahilitet, e ke parasysh, shkojshin edhe merrshin mend e pyet. Inteligjent.
Dhe vetmja gru në historikun thuhet arab, se arabët kanë qenë shumë fanatik. Dhe aq fanatik të prum kanë qenë dhe aq të rëndë kishin nderin dhe namuzin, sa që ish bën adet dhe tradit në disa fise, kur përgëzoheshin me femra me vajza, çfarë bënshin? I groposhin për zjalli, subhanallah. Se kishin frykje mos u lejshin njollën e zezë në fisë, në familje, mbase për kurvlik. Qa fanatizme, imaginoj, se s'ka rritë në historikun e njerëzimit të varros shmin. Gjallë, mirë për këtë e përmen Kurani. Pra një që asnjëherë ekstremi ekstremit nuk janë, as ekstremi ekstremit dhe as ekstremi i tolerimit në u bon çdo gjë. Gjithmonë ekuilibrimi është në mes. Dhe vetë një gru, si kur tash në historikun e arabëve që ishte marre, turp si i thomi në sot, marre si i thonë veriorët, që gruja të kërkon të burë. Pra dilë të kërkon të burë. A i di një që, subhanallah, e vetë një gru në historikun e arabë që ka qut delegum në emër të saj tek Muhammed Mustafa a.s. që amprana për me qenë bashkëshortja jote, është Khadija radhiyallahu anha. Dhe vetë një gruaj që i qëndroi besnike, gjithmonë pranë, me pasuninë e saj, me katuninë e saj, me gjithë shka posedonte, gjatë gjithë historikut Mekës, derisa ndroi jetë në vitin e 9 të shpalljes, radhiyallahu anha, subhanallah, sa që aq shumë ish lidh Resulullah sallallahu alaihi wasallam me ta, nuk kishte ditë që nuk e përmende. Subhanallah. Sa që Aisha radhiyallahu anha duke e përmend çdo ditë, normale, gratë si do me qenë e natyrshme as, edhe si kur thamë se gratë më të plota mi vjanë, prapë nuk dalin nga konteksti i njerëzores dhe i natyrshmërisë, grave që janë pak të cekta në natyrshmëri. I ditë për i ditë ja pret me ironi Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe me pak mlef mund të themi në thojza se nuk përshtatet për një grup ndershme dhe fisnike që është nana e gjithë besimtarve. Aisha radhiyallahu anha i thot o Resulullah, thot, po thot si nuk e harrova në i herat plak. Pra, subhanallah, pra me një lloj përçmimi mi fjalë. Thot o ja Aisha, thot, subhanallah, çfarë? Si arsyeton Resulullah sallallahu alaihi wasallam. O ja Aisha, thot, ke thonë një fjalë, thot, nëse deti, thot, do të kishte qenë i ëmbël dhe do të hidhe kjo fjalë në det, do ta kthente në krip. Sa? Imagjino. Sa fjalë rënë me për çmu tjetrin. Edhe kë një gru që Allahu xhelle xhelaluhu ka urdhëruar Xhibril alayhi salam dhe i ka dërguar selam radhiyallahu anha. I ka dërguar selam Allahu xhelle xhelaluhu kujt Khadijës radhiyallahu anha. I thot Xhibril alayhi salam, o Khadijë, thot, Allahu xhelle xhelaluhu të ban selam për 700 dhe të përgëzon, thot, me një shtëpi në xhennet, thot, prej kallamit, ari dhe argjendi. Se që e vetëmja stre që gjeti stre dhe qetësi dhe paqe, Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Pra imagjinonja, subhanallah al-azim, njeriu sado që është i dobët, ka raste, momente, ama kur i tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam Aishës këtë fjala, ja kur në jetën e saj, nuk e përmeni mo, me lëndim këtë gru bornesh në fisnike që ishte Khadijja radhiyallahu anha. Dola ke historiku i 4 grave.
si dola atje se të bëjmë lidhjen, pra akuzun që i futët alejhim la'natullah, akuzun Mërjemen për kurvëri dhe fëmija i saj që i jashtëligjshëm. Dhe si pasoj, edhe që i futët subhanallah al-adhim, nëse ata thonë që e besem edhe dhjatën e re, ke pra që është Injili. Mes tyre ka divergjencë, ka grupe që edhe nuk e besejnë, ata kur nuk besun Isajin alayhi salatu selam si rob dhe dërgumin në Allahu xhelle xhelaluhu, si ta besojmë një janë që ati i ka zbrit librën thejt thash. Këshisoju hakmerën me Isajin alayhi salatu selam që profeti funit e tyre dhe këshisoju hakmerën me Resulullah sallallahu alaihi wasallam sa po shkojnë Medinë, i premtuan besë, i dhanë besën dhe bon marrëveshje që do t'jemi në hyshmin tanë, amo besimin, si që ka Islami mi fjalë në jurisprudencën e tij në shariatin islam, është që ti nuk e imponon tjetrin për besim, vetëm nëse shpall armiqësi. Nëse shpall armiqësi, atëherë o besimi o shpallta. I dhanë besën Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Grupi i parë ose fisi i parë që dezertoi dhe e prishi marrëveshjen që bëi fisi Beni Nadhir, që ishin dy fise më të mëdha që futi që jetonin në Medinë. Fisi Beni Nadhir o Beni Qurayza. Fisi Beni Qurayza e prishi marrëveshjen në luftën e Hendekut, nëse keni mbajtur mend në hutbë që e kemi bënë. Dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam mas asaj pabesie e urdhroi Allahu xhelle xhelalu çfarë? T'i shporri dhe t'i nxjerrin nga Xhezirja Arabe. Kështu që pra ne duhet me qenë të vëmendshëm dhe dijshëm që çifutët nuk kanë asë një lloj të drejte as fetare, po është trashëgimie në Palestinë edhe një plan. Pse? Ato dhe të shpjegojmë inshallah në mësimin e ardhshëm, po nga mallkimi i Tejhut, ata nuk kanë zonë vend edhe në Palestinë. Se çdo regjim që ka qenë në zonën e Shamit, i ka prit marrëmisin se e dinin çfarë sojnë njerëzisht rrezikshëm dhe keqdashës janë që nuk misohen, soja tyre nuk është misu nga Musa, nga koha Musait alayhi salam, nga mallkimi deri në kiamet me asnjë racë tjetër njerëzore. E kanë të ndaluar ato, janë privu që të misohen me racë, ata janë misu për hir të përfitimeve monetare, se sikur kemi thënë që Zotin ata e kanë materializma, e kanë hongër me shekuj, qyll, paka shumë, në khalifatet islame. Khalifati Abbasi, Khalifati Amawi, masën i doli ke Khalifati i Abbasivet në Endulus, edhe i funit fare që Khalifati Osman. Dhe po ato ja bon, edhe se Khalifati Islam u kishtë donë shumë të drejta, shumë privilegje, do mos ajo Osman i kishtë e bon edhe në shtetas në i fjallë Osman, po ato ja bon gropën. Pse? Janë popull që në intrigë dhe në gjak kanë vetëm intriga, vetëm pabesi, vetëm mlef për popull dhe komësit e tjera. Sa të e kanë deklaru haptës Allahu xhelle xhelalu, i kanë thonë nahnu sha'bullahi al-mukhtar. Ne jena thot populli ose soj i njerëzor i përzjedh prej Allahu xhelle. Ti që janë mas nesh, poshtë nesh nuk janë soj njerëzor. Pra ka prej tefsireve dhe komenteve të teoratit atyre, është një libër i lahtashëm, ta lexosh atë, subhanallah. Talmud, dhe atë nuk e kanë vetëm se çfarë paria e tyre. Që janë raca tjera njerëzore i përshkruajnë hasherat, që i thomin insekte, gomer, majmun, derra, nuk i quajnë racë njerëzore. Pra ne luftën që bëjnë ata, sidomos
luftën që bëjnë ata sot në Palestinë, sidomos muslimanët i heri kanë armikun më pas avancueshëm që ku ta gjejnë ata kanë me doktrinë, ta forën me çka ka. Prandaj nuk ka kriter lufta kaka. Se fëmijë, se plak, se gru, se sakap. Zhduk ka varsetën nga ky Talmudi i tyre mi fjalë që thotë zhdukni thot se ndena quajnë sojnë arab. Edhe i musliman tjerë që nuk janë soj arab, për shkak që kemi përqafu fenë islame. Dhe profeti ju është profet arab dhe libri Kurani i me kanë në gjuhën arabe na quajnë soj arab. Zhdukni thot në sipërfaqen e tokës thot sikur zhdukni dhe shkelni thot ato hasharate, ato insekte thot me këmbë. Të lexonit librin e Zotit i madh me fjalë subhanallah. Edhe ata mashtrohen me profecitë e rreme me fjalë që dalin prapë ke kthimi i tyre në Palestinë, që thonë që nuk u ka dhënë Zoti asnjëherë atyre shtet dhe pushtet dhe fuqi. Nga Jakubi alayhi salatu selam, s'kan pas ndonjëherë shtet që i futut. S'kan pas ndonjëherë, kanë qenë të gjithmonë me fjalë të përbuz, të shporë me fjalë, në provinca kanë jetu, me fjalë, kanë qenë pakica me fjalë, po djallëzore, atyre shteti, tani u ka thonë, 46 nëse keni me fjalë informacion, edhe në 67 që ngullën, si me thonë, me imponim rojnë në Palestinë, dhe pretendojnë edhe sa të kësaj, dhe pretendojnë që nuk do të kemi mbretëri dhe sondim, pa mos kriju shtetin e parë dhe të funit, për njerëzit, që është shteti sionist izraelit me fjalë, që i fut, dhe prej doktrinave të tyre të rreme të sajume kanë që të shkatrohet komplet Xhamia Aksas. Ato e kanë punë pëthur se 90% në toka e Aksas është tunel. Kanë lënë 10% që mos të rrë. Pra vetëm një sasi dinamiti duhet aty dhe e shkatrojnë. Presin momentin e funit, kur do vinë shenjat e profetësisë, kur thonë ato me fjalë, që të rrëzojnë xhamin e Aksas dhe mbi gërmadhat e xhamisë atë Aksas të rindërtojnë, si kur thonë me fjalë, tempullin e Sulejmanit alayhi salatu wassalam. Sa të pretendojnë që Sulejmani alayhi salatu wassalam ka qenë mbreti i tyre, dhe ai u ka thonë se ka qenë mbretëria më e papame në historinë e njerëzimit, s'ka sundu gjithçka, ka kryer modhi Allah xhallahu Sulejmanit. Mipa, a ka qenë Sulejmani alayhi salam si shton që i futët sot, apo ka qenë si shtot Kurani? Nuk ka ndryshim me Sulejmanit dhe Daudit dhe Musait dhe kanë qenë të gjithë profetë dërguar të Allahu xhallahu me të njëjtin mision. Misioni kush ishte? Të ftonin njerëzit gjithë në fenë Allahu xhallahu të parë të mbrapa që ishte Islami, por se në legjislacionin si u prekiste kujt Beni Israilëve, që ishte legjislacioni që Allahu xhallahu i kish zbrit Beni Israilëve, që ishte Teurati dhe Injilli. Ama si fe, s'ka fe qifute, më the, thash. E para e funin nga Ademi, s.a.s. që kanë thonë deri tek Muhammed Mustafa, s.a.s. Islame, këto tjerat janë legjislacione. Atëherë, pasi Allahu xhelaluhu e sprovoi Musa'in alayhi salatu wassalam përsëri me mësojnë e Beni Israilit, sa iku Musa'i alayhi salatu wassalam për këtë takimi dhe premtimi që i kishte bën me Allahun xhelalu dhe mori përfaqësitë Beni Israilit, kanë 40 vjet. Çfarë bën ata prap? U kthen paganizëm prap, shfrytzuan dobësinë momentale të kujt? Të Harunit. Dhe i bën presion. O të kemi vrarë ose hesht. Shfrytzuan një dexhal se nuk ka popull pa mashtrues, pa gënjeshtar, pa njerëz djallëzu shumë krejtësisht. Shfrytzuan një soj prej tyre që quhej Samiri. Ky Samiri ju tha, unë thotu
ua krijoi Zotin që ju kërkuat më parë, Musait alayhis salam. Dhe thuhet që morën një shenjë të një profeti, dhe ajeti kuranor këtu subhanallahu është mrekulli Kurani subhanallahu. Nuk e përmend emrin e këtij profeti. Kujt që shenja e këtij profeti, po thuhet që ka qenë Musait alayhis salam. Që me këtë shenjë, mrekulli pra, atë Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka pas disa shenja që kanë bërë mrekulli në kohën e tij, Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Që nëse do ja fuqin në organizëm barka të shenjë, në shan të këtij pejgamberi, atij viçit ai do të pulliste. Spravo, subhanallah. Kjo që thjesht një fjalë një lojë shejtanit. E këshisoj me fjalë veproi Samiriu, çfarë bëni? A thamë që kur dolën Beni Israilit nga Egjipti, morën gjithë stolit e kriptianëve, se i rejnë do dalim fest. Se i gjo që është haram, subhana, kulle ma buni ala batil fa o batil, është formul që në usulin fiqhun, çdo gjë që krijohet me haram, e gjitha është haram. Çdo gjë që krijohet kot të shkoj. Po këj person çfarë mlodhi gjithë gratë e Beni Israil, thotë gjithë stolitë, çka posedoni me arë argjend, thotë bini këtu se do bëjmë Zotin do krijojmë Zotin që ta adhurojmë. Edhe e mlodhi e grumlloi arën dhe argjendin ky i mallkum, e ngreti një kodër ke parasysh dhe kur shkoshin Beni Israil me ju lutë, me ju falë, e bënte si të pullet një djalë lopa, viçi. Atëherë Allahu Gjelle Gjelaluhu i zbret shpallje Musait alayhis salam para se t'i zbriste tabelet e Teuratit. I thotë, Musa, ktheu, thotë se populli yt ka deviju. Si? Kështu thotë i ka deviju Samiriu. Kthehet Musai alayhis salam, e la takim. Allahu Gjelle Gjelaluhu që i kishte premtuar për me i shpall Teuratin. I zemru, kretë në lef, ka shpa besi, sa po ktheva shpinën, imagjinon, pra, është kull. Mirë po këtë në lef shikoni dhe etikën e pejgamberanëve të Allahu Gjelaluhu, që edhe se, si kur kemi thonë, nuk dalin nga ajo e njerëzishmja, prap edhe ato, mund t'i thomi, gafa të vogla, kanë qenë subhanallahu shumë të vëmendshme dhe shumë të arsyeshme dhe të kujdesshme. Këtë mëllëv dhe këtë i notë më shumë ja shprehu kuj, vlajti, Haruni. Pra se Haruni ishte mëkam si Musait alayhis salam ke populli i tij. Dhe nuk jo kthe populli dyret me fjalë që çfarë bën ti pse? Pra që të shifte nga popull, nga vllai i tij si ka mundësi. Dhe thuhet, ka shumë transmetime që Kurani, pa e njëjta gjë është pra pjesë gjymtyrë e kokës. Thuhet që e kapi për flokësh, thuhet që e kapi për mjekre. Pra i shpreh Kurani tekstualisht këto shprehje një fjalë. I thotë, o vllai, si ma bone këtë pabesi. Allah thotë, shifë, si thotë Haruni, subhanallah. Allah thotë, mos më poshtron syt popullit, thonë. Se ishin prezent, nuk është, se nuk jam unë fajtori, thonë. Por se fajtori, thotë, është Samiriu, thonë. Aje ktheu popullin kundra meje, thotë. O do të kisha hesht, o do të më kishin vra, eliminu. Subhanallah, të arsye. Atëherë Musai alayhis salam i thotë Samiriut, hajde, ç'të shtyu ty, këtë i përshkru Kurani, prandaj sepse s'kemi gjallë që flasim nga hamenësia. Po jam të rashkurt. Thotë, ç'të shtyu ty, thotë. Vallai më shtyu, thotë, ajo shenja, thotë, që gjeta, thotë, profetit, kishte një provë, thoshte një mrekulli, edhe në bazë të asaj shenje, thotë, unë kujtova që kjo që do bëj unë, do t'jetë një fjalë marrësi dhe shpëtim për Beni Israil. Thotë, a e di, thotë, se ti, thotë, ke bën një mëkat, thotë, që gjatë gjithë jetës tane do të mallkosh veten.
Dhe këshisoni. Edhe Beni Israilit thot, i ke deviju nga feja. Në emër të Musait a.s. e mallkoi këtë Samirijun, i hodhi një lloj smunje që sa shpan soi njerëzor deri në kiamet ajo smunje. Se ata dhe gjonja më e vogël, si përfaqen e tokës ta prekte, ai u lërin pa pama, aty dhimbje kishte, aty sikleti kishte. Pra një lloj smunje që edhe ulemat nuk i kanë gjetë emër, pra kanë përmend smundje. Që çdo gjë që ta prekte, pra dhe gjonja më e vogël që ekziston si përfaqen e tokës, po të prekte trupin e atij, ai po liste dhe u lërinte sikur gjatë gjithë jetës së tij kështu shkoi. Derisa Allahu xhalla xhelaluhu e shkatroi dhe e vdiq. Masaj ndodhi me Zotin e Beni Israilve, thuhet që Musai a.s. e dogji në një maj shkambi dhe kem komplet rëshire arit dhe argjendit ra ndet, pra u kthe prap ndet, se nuk ishte haku atyre Beni Israilve. Kështu që e shoi edhe Zotin e... Ama, kanë thonë ulemat dhe kanë zjerë konkluzione. Nga ajo ndodhi, ose nga ajo ditë, deri në kiamet, ata soj të cilët prejben jo të gjithë populli Musait, e përkrahën iden e Zotit me ardh argjend, nga ajo ditë deri në kiamet, në zemrat e tyre i ka kaplu marnoja dhe tafmoja e qenunit, si me thonë, sa më shumë posedus ose adhurus të arit dhe të argjendit. Dhe ky soj është soj atyre që sot kanë kapitalin botror në dorë. Soj qifut, dhe kemi thonë edhe në herë tje se maj me në ato. Ky soj që atë gen ky, nuk hum geni, genetik. Nga i soj thonë ulemat të gjithë, deri në kiamet, ata para arit dhe argjendit nuk kanë asë një lloj kufini dhe dispozite. Të shafisin, si që kanë bërë dhe përbajnë, gjatë gjithë historikut njerëzimit. Pra pse se Allahu xhelle xhelalu mbolli në zemrat e tyre, ose futi në zemrat e tyre, adhurimin e arit dhe të argjend. Pra Zoti e atyre është ari dhe argjend, nga soi Samirijut. Dhe i gjithë lobi që fut sionist, lozha e ajkës e këtyre, që ka mbi 270 vjetë sa kriju kjo lloj lozhe, historikisht, janë ajkës e këtij soi, që vetëm planifikojnë, vetëm se hartojnë plane, intriga, ndërmodja zonet për gjithë sojnë e njerëzimit, përveç sojt të këtyre që u bën. Edhe ka qifu që ata nuk i duan, ato fetarët, edhe ato i shkatrojnë ato. Zunë me ditë farës janë fetarët, sikur kemi thonë, ka qifu që janë fetarët. Pa mos morë parasysh analizën e fejës e tyre, mi fjalla, pranohet, s'ka fe pas mesazhit islam që të pranohet. Dhe nëse ata janë në fenë e saktë të Musait dhe të Isait a.s. vetëm se nuk pranojnë profecinë e Muhamedit a.s. ata nuk quhen fetarë, nuk quhen prashtë. Pra Islami ka kritere, nëse sikur kemi thonë nuk ka tema jonë kjo. Edhe e gjithë betejë, dhe e gjithë lufta, dhe e gjithë përpjekja e këtyre sojshme është si të sundojnë kapitalin botror në dorë. Me çdo lloj forme, me çdo lloj mënyre që u hipet, vetëm se çfarë? Vrit, prit, merr, plaçkit. Janë të vërteta që ne muslimanët i herë duhet me qenë të vetëdijshëm, që i gjithë qëllimi atyre luftrave që janë bën dhe do të bëhen dhe po bëhen, dhe do të bëhen deri në kiamet, gjithë prapa këtyre janë ky soi njerëzor, mostra njerëzore, subhan. Thuhet që këtë fjalën
ky Hitleri studioi shumë për racën që i fute. Aq shumë që mori një vendim që se ka marrë kurrë ndonjëherë para tij udhëheqës. Dhe vendimi i tij ishte i bazuar i gjithi në studime të vërteta. Bile thuhet që kanë marrë pjesë në trajnimin e këtyre studimeve të Hitlerit ulema të Islamit. Thuhet që ka thirrë edhe muftiun e Jeruzalemit ka ka marrë 3-4 muaj në Gjermani. Nuk ishte bin prap. Ka marrë hoxhallar ose dietar nga shumë vende islamit, thuhet nga Libani, thuhet nga zona e Shamit, thuhet edhe nga Afrika. Se zona e Hijazit në atë kohë nuk njihej, nuk ishte fise ke parasysh jo shtet shumë mirë fillë, kështu ato ishin pak a shumë shtete më. Dhe pasi u siguru që vërtet ai soi njerëzor, që kanë soi njerëzor më intrigant në sipërfaqen e tokës, del në konkluzion, nuk e di e keni lexuar, s'keni lexuar. Nëse nuk i zhduk unë, ata do të më zhdukin mu. Konkluzioni i fundi i Hitlerit, a i keni në gjokë të aja? Nëse nuk i zhduk unë, ata do të më zhdukin mu. Dhe vallaj, hikmet Allah këshisoj ndodhi. A i vrau ka sapnoj, pa prap nuk i qiti fare, se do jenë të sprov derin, kiamet a i soj njerëzor. Ama nuk ka tolerancë për një që disojnë dhe natyrshmëri në atyre, nuk kanë besë. Çfarë përmëveshje? Ku gjatë gjithë historikut, ku i kanë qëndru atyre në atësoj në herë marveshjeve? Aq të rrezikshëm janë ata, që sot të gjitha regjimet më të mëdhoja botërore u rrinë peqe lepe. E kuptuan atë që ka thonë Hitleri, pa e kuptuan në vonesë një fjalë. Në shtetë që kanë frikë vetët e vete, pra ne eshte, pra ne thonë, shkojnë mrapa atyre. Si i kanë botë i gjitha shkaqet e sebebe dhe kanë arrit në çdo vend, me i fjalë, që në qoftë se ata refuzohen ose kundërshtohen, i kanë përgatit kurthe që ta shkatrojnë atë vend ose ta shkatrojnë atë regjim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.